Duket se kemi një ditë mjaft të rëndësishëm, dita e 4 e muajit Gush, është dita e ndikimit të madh, sepse kemi Qiron retrograd në Dem. Kjo do thotë se energjia, ndryshime, ndikime dhe mundësit. Qiro në Dem vazhdon të prek fort dhe digjën e parë të shenjave fikse, Demi, Luani, Akrepi dhe Ujori, sidomos ata që kanë ndikimet personale, mundësit, punën, karrierën dhe ndryshimet. Vjen për t'ju treguar se tani mund të menaxhoni gjërat më mirë dhe më qartë, duke mos pasur frikën që kishit, duke mos pasur problemet të së shkuarës dhe filloni diçka të re. Pra, ndikimi i mundësive. Dielli në Luan dhe Jupiteri në Luan vazhdojnë të rrisin energjinë tuaj, mundësinë, domosdoshmërinë, anën e pozicionit të planeteve, mundësive të arta, dhe kjo do thotë për të marrë vendime të rëndësishme dhe çështje ekonomike, sepse për marrëveshje dhe nënshkrime dita mund të përdoret vetëm nëse gjithçka është e kontrolluar dhe blerjet e mëdha, sidomos shenjat e tokës kanë ndikim shumë të mirë për blerje shtëpi, gjëra të rëndësishme, kërkohet kujdes, por ajo çka juve jeni të sigurt, të gatshëm, nuk ka vend për t'u shqetësuar. Tani, para se të fillojmë